E di çfarë mendoj unë shpeshherë. Sa shkoi numri turistë? Vjet ne kemi qenë 1 milion turistë në 2024. Do të 1 milion. 1 milion. Vetëm qyteti. Si bashki vizitor ne kemi pasur 1 milion. Bashkia Berat 1 milion turistë. Ky është rekord, s'ka pasur. Jo, s'ka. Jo, unë të jap edhe një lloj le themi progresionit numrave, sepse në 2019 ne kemi pasur diku te 170.000, 190.000 turistë. Dhe më pas kuptohet, Covidi 2020-2021. Patjetër. Ishin 2 vite. 1 milion në një vit, në 12 muaj. Në 22-shin numri kërceu në 400, në 23-shin ne kërceu në 800 dhe në 24-ën ne kemi prekur shifrën e 1 milionëve. Dhe ky vit është vit shumë premtues. Ne shikojmë, unë mendoj që Berati do të vazhdojë rritjen 2 shifrore për të paktën 5 deri në 10 vite të ardhshme. Pse? Sepse Berati pikës pari ka herën mbrapa. Sa më suksesshme të jetë Shqipëria, aq më i suksesshëm do të jetë Berati. Sepse pozicioni gjeografik i Beratit, atë çfarë ofron, Berati është unik në vetvete, ose 2 qytete në Shqipëri UNESCO janë vetëm 2, është Berati dhe Gjirokastra. Kështu që nëse një huaj që vjen që do të shikojë diçka autentike shqiptare, se si një qytet është zhvilluar ndër shekuj, dhe Berati ka një histori 2400 vjeçare, Berati patjetër është top destination, sepse edhe lokacioni gjeografik është i tillë, është 1 orë pak nga Tirana, është 1 orë pak nga aeroporti i Rinasi, duhet 1 orë larg aeroportit të Vlorës, bregun e ka afër me investimet e reja, ti lëviz nëpërmet në jug, lëviz nëpërmjet rrugës Ballabanit. Ka dhe projekte të reja, do bëhet rrugë e Skraparit, prapë do flasim edhe për rrugën e Skraparit. Por e kam fjalën pozicioni gjeografik i Beratit e bën të qëndrueshme rritjen 2 shifrore e para, sepse kuptohet, kur ne shikojmë atë çfarë potenciali mund të arrijë qyteti, ne duhet të analizojmë disa dhëna makro, kushtet në makro, dhe në makro Berati e ka herën mbrapa gjithkohës. Ajo çfarë duhet bëjmë mirë në Berat është që ne duhet vazhdojmë akoma të përmirësojmë hapa të shpejt infrastrukturën, të rrisim aksesin në zonat të mrekullueshme rizurse që ka Bashkia e Beratit, por jo vetëm, dhe Bashkitë Rreth Qark. Dhe duhet të jenë të lidhur. Sepse kjo e diversifikon portofolin e jo ta ndash. Jo fare. Berati tashmë Berati do të jetë një paket. Kur them Berati them Qarku. Qarku. Sepse ne na duket shumë. Ja tani drejtuesi Qarku tani pra. Po. Ja, tani nuk e them këtë si drejtues Qarku, por këtë e them dhe si kryetar bashkie, sepse bashkë me kryetarin e bashkisë Skrapari në fakt ne diskutonim shpeshherë dhe në fakt Shqipëria është shumë e vogël. Qarku është akoma dhe më i vogël. Dhe nëse ti ke infrastrukturën e duhur, distancat, për shembull, nëse ne bëjmë, dhe po e them këtë përpara kalojmë tek investimet e tjera, po. Nëse ne në 2026-ën, siç është parashikuar nga qeveria shqiptare, fillon rruga Berat-Çorovod dhe Çorovod-Përmet. Dhe do jetë trasere, shkurton 15 kilometra. Po jo, vetëm them një gjë. Momenti që Çorovoda bëhet 30 minuta, ti s'ke më Poliçani është 15. Po. Domethënë ti po flet për distanca të tani për ta mbyllur këtë zoti kryetar, unë do të vetëm një histori të shkurtër ku kam qenë në një specializim në Boston University, vizitoja një muze privat, aty kam parë pikturat origjinale Rembrandt, Picasso e tjerë. Dhe kishte edhe skulptura dhe thoshte me mburrje Ciceronia që këto janë 100 vjeçare, 200 vjeçare, 500 vjeçare dhe kemi tha dhe një gjë tha këtu sa që është 1000 vjeçare. Ishte një gur, një skulpturë. Edhe thashun, kështë një gjë jashtëzakonshme. Si s'është thashun, unë vi thashun nga një vend që ka 2400 vjet. Në 2001-shin nuk e njinim Google-in, se 2400 vjeçare tha, nga vjen ti më thamë. Dhe shumë Berat, Albania. U futa ajo aty, unë thashë, ku po klikon kjo? Wow! Edhe duke bërë wow, që është kjo? Wow! Që është kjo? Tha, unë do vi atje, tha, du të shikoj, tha. Hade i thashun se, po ku e pe? Edhe më tregoj Google-in. Për parë, unë e shkoja në Google Beratin. Ajo, aty u mrekullua. Okej, tani fillojmë të ajo që quhet pjesa më e vështirë, zoti Demo. Jeni caktuar drejtuesi i Qarkut të Beratit, drejtues politik. E para njerë, ore, si e le Bashkinë e Beratit, më lihet Bashkia e Beratit mes? Shiko, të jemi sinqert me ty, disa ditë përpara se unë të jepja dorëshën, edhe le themi ato ditët pas dorëshën, kanë qenë momente jo të lehta dhe edhe shumë emocionale për mua personalisht. Edhe kuptohet që ajo çfarë ne tentuam të bënim Berat gjatë kohës që unë kam qenë kryetar bashkie, ka kërkuar domosdoshmëri, shumë pasion dhe shumë zemër për të bërë atë çfarë ne kemi arritur të bëjmë. Edhe është krejt normale kur ti përfundon një rrugtim të tillë, patjetër të krijon një boshllëk. Por unë
me shumë përgjegjësi e kam pranuar propozimin e kryeministrit për të qenë në listën për deputet Qarkut Beratit dhe patjetër kjo shkon në të njëjtën kohë bashkë me përgjegjësitë të qenë drejtues Qarku. E kam pranuar me shumë përgjegjësi sepse unë besoj që ky rol i ri për mua në fakt garanton vazhdimsinë e kontributit tim për Bashkinë e Beratit, por në fakt tani për gjithë Qarkun e Beratit. Dhe unë besoj që Berati tashmë ka arritur një maturim për sa i përket atyre sfidave të mëdha strukturore që tashmë janë te i kaluar dhe ato çfarë ne kemi lënë si projekte, të cilat patjetër do të zbatohen në vitet që kemi përpara, e garanton qytetin që të ketë atë rritjen e qëndrueshme që ajo garantohet edhe ti ishe sigurisht do ishe ti, po edhe të mos ishe, këtë kuptojmë. Ore, po si e lën mesa? Se ti je lindur rritur aty tani, nuk është një gjë e vogël kjo. Unë besoj që se mandati i dytë, nuk është se mandati i parë dhe nuk është në lidhje, po të bësh gjithë ato punë, bësh gjithë ato gjëra dhe ti je kaq shumë i lidhur sa ke qenë ti. Unë besoj që jeta ka ato fazat e veta. Dhe unë besoj që është mirë që në cilën do fazë që ti vendos të bësh tranzicionin në një fazë tjetër, është mirë ta bësh atë kur ti je në kulmin e një faze të caktuar. Unë besoj që e ke lënë në kulmin? Unë besoj që ne në Berat kemi arritur lartësi që kanë qenë të paimagjinueshme më parë për qytetin e Beratit. Edhe këtë qytetarët e kuptojnë, këtë qytetarët e besojnë. Unë ndihem jashtëzakonisht mirë edhe në këtë pozicion që jam tani si kandidat për deputet apo si drejtues Qarku, që mënyra se si njerëzit na presin, mënyra se si njerëzit na drejtohen, mënyra se si njerëzit e kanë perceptimin për atë çfarë, jo vetëm për atë çfarë kemi bërë, por mbi të gjitha edhe besimin tek ajo çfarë ne themi që do bëjmë, sepse është shumë ndryshe të besosh dikë që në fakt i ka tregu me vepra, në thonjza, ato të cilat realisht janë gjëra që përmirësojnë jetën e qytetarit, dhe kur ti flet për gjëra dhe për projeksione që çfarë do ndodhi dhe kjo do të vazhdojë, do të ketë një përmirësim të vazhdueshëm, mua më bën shumë të lehtë të tranzicion. Emocionalisht ishte shumë i vështirë. Mos më thoj që ti je i keq, emocionohem, s'ka dalë piklodi. Por në fakt ka pas momente që kemi qenë edhe momente emocionale, sepse kuptohet, me stafin e ngushtë, me stafin bashki, por edhe në zona të caktuara kemi pasur momente që patjetër njerëzit. Si të tha kryeministri, Ervin, ti na duhesh këtu apo a pranon të vihesh këtu? Unë besoj që kryeministri bën vlerësimet e veta politike. Unë tashmë e kisha hedhur një gjysmë mapi, duke qenë si drejtues Qarku. Si drejtues Qarku, okay. Dhe besoj që mbase hapi i passhëm ishte një hap i natyrshëm, e nuhansje. E nuhansje. Po tani unë besoj që shiko, karriera ime, dhe ti e përmendë pak më përpara, profesionale, unë patjetër kam pasur një karrierë profesionale të caktuar edhe në Tiranë, sepse unë pasi u ktheva nga studimet nga Anglia në vitin 2004, unë kam jetuar nga pikpamja jetës profesionale në Tiranë për thuajse 15 vjet. Profesor, pedagog në universitet. Në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin Ekonomik. Dhe si më thënë, Tirana nuk është e panjohur për mua nga pikpamja e korridoreve dhe mënyrës se si Tirana funksionon. Por unë po e përmend edhe një herë, unë jam jashtëzakonisht mirënjohës për vlerësimin e kryeministit, dhe ky është një vlerësim i jashtëzakonshëm. Ky është një vlerësim politik, pikëpari, nga pikpamja e pozicionit si drejtues Qarku, patjetër është një vlerësim edhe të qenit kandidat. Edhe në këtë pikë unë jam totalisht i motivuar që si kandidat sot dhe si deputet nesër të jap maksimumin tim si në rolin politik për sa i përket rezultateve elektorale që ne duhet kemi në Qark në mënyrë absolute, dhe patjetër pastaj dhe rolin tim si deputet për të bërë më të mirën për gjithë Qarkun e Beratit, pa përjashtim, pavarësisht se unë këtu jam pak i njanshëm ose i perceptuar si njanshëm, se kam qenë kryetari i Bashkisë Beratit, por këtë unë ja u them me bindje që unë do të jem shumë i vëmendshëm për gjitha bashkitë. Kam edhe një gjysmë po e quaj paragjykimi edhe për Kuçovën, që të jem drejtën, sepse unë kam pranuar që të përfaqësoj edhe zyrtarisht Kuçovën si deputet, sepse unë kam një lidhje nga ana e babait. Baba ime ka prejardhje nga ajo zonë, kurse nëna është në Berat.
Dhe patjetër që edhe këtë sfidë Baba ju është me origjinë nga Kuço. Po ju lindur Unë jam lindur në Berat. Jo, po flasim tani. Ata që na ndjekin. Jo, po flasim për dekada, nuk bëhet fjalë për moshën time. Tani unë do doja por edhe ti e ndjek damarin e gjyshëve të tu edhe. Pa diskutim. Tani ne nuk i mohojmë dot gravitet. Do doja listën e kandidatëve të qarkut të Beratit, të Partisë Socialiste dhe nga ju zoti Demo, unë do doja një vlerësim për gjithë.